Sekreti kujtimeve të përjetshme, shkencëtarët kanë zbuluar çelësin që bën kujtimet të qëndrojnë. Kujtesa është themeli i të mësuarit dhe identitetit, por si siguron truri ynë që kujtimet të zgjasin gjithjetën? Prej kohësh studiuesit kanë dyshuar se një proces i quajtur përforcim afatgjat, LTP, luan një rol kritik. LTP forcon lidhjet midis neuroneve duke krijuar bazën e kujtesës. Për vite me radhë, shkencëtarët kanë besuar se një protein e quajtur PKM-Z ishte thelbësore për ruajtjen e kujtimeve, por jetëgjatësia e saj e shkurtër ka ngritur dyshime. Tani një studim revolucionar ka identifikuar KIBRA si pjesën e munguar të enigmës. Kjo molekulë etiketon sinapset e aktivizuara gjatë të mësuarit duke i lejuar PKM-Z t'i forcojë ato vazhdimisht. Ndërveprimi midis këtyre dy molekulave dhe jo vetëm një proteine vetme duket se është çelësi për ruajtjen e kujtesës afatgjat. Ky zbulim sqaron pasiguritë e mëparshme dhe mund të ketë ndikime të mëdha në terapitë lidhura me kujtesën. Studiuesit tani e kuptojnë më mirë se si PKM-Z dhe KIBRA bashkëpunojnë për të ruajtur kujtimet, edhe pse molekulat individuale zhvendosen me kalimin e kohës. Rezultatet mund të hapin rrugën për trajtime që përmirësojnë kujtesën në sëmundjet neurogenerative ose madje për përfshirjen e kujtimeve traumatike të pacientit që vuajnë nga çrregullimi i stresit post-traumatik PTSD. Megjithatë, sfida etike mbeten, veçanërisht në lidhje me modifikimin e kujtesës në mënyrë selektive. Shkencëtarët po hetojnë gjithashtu nëse mekanizma të tjerë molekular kontribuojnë në lloje të ndryshme të kujtesës.